Louise Aidley, një nga emrat më të komentuar dhe më të dashur të publikut shqiptar, është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes me një lajm të shumë pritur nga fansat e tij. Ish fituesi i edicionit të dytë të spektaklit Big Brother VIP Albania, tashmë i njohur jo vetëm për karizmën e tij, por edhe për suksesin në muzikë, ka bërë të ditur se në muajin korrik do të publikojë këngën e tij më të re me titullin Vapa e Korrikut. Ky projekt pritet të jetë një nga hitet më të fuqishme të verës së këtij viti. Sipas vet Luizit, Vapa e Korrikut është një këngë që do të mbajë gjallë emocionin e verës shqiptare dhe do të sjellë një atmosferë të ngrohtë, festive dhe plot energji pozitive. Me një stil që përzien ritmet moderne me element tipik të verës, artisti synon që kjo këngë të kthehet në kolonë zanore të pushimeve të shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit. Ai ka treguar se ka punuar intensivisht në këtë projekt dhe se është i bindur që publiku do ta përqafojë menjëherë. Luizi nuk është vetëm një këngëtar i njohur për zërin dhe interpretimin e tij të veçantë, por edhe për aftësinë që ka për të krijuar lidhje emocionale me publikun. Pas suksesit të këngëve të mëparshme, ai ka arritur të ruajë një profil artistik të konsoliduar dhe gjithnjë në rritje. Vapa e Korrikut konsiderohet nga vetë këngëtari si një prej projekteve më të rëndësishme të karrierës së tij muzikore në vitin 2025. Publikimi i kësaj këngë në mes të verës është një zgjedhje strategjike, pasi është periudha kur muzika luan një rol kyç në atmosferën e përditshme të njerëzve. Festa, pushimet, udhëtimet dhe momentet me miqt kërkojnë gjithmonë kolonën zanore të duhur, dhe Luizi synon të ofrojë pikërisht këtë përmes Vapës së Korrikut. Ai ka njoftuar se kënga do të jetë e disponueshme në të gjitha platformat muzikore dhe do të shoqërohet edhe me një videoklip dinamik e veror. Në një kohë kur publiku shqiptar është gjithnjë më kërkues dhe artistët luftojnë për vëmendjen e verës, Luizi duket se ka kapur momentin e duhur për të lënë sërish gjurmë në tregun muzikor. Me një emër që tashmë garanton sukses dhe me një projekt që premton energji dhe ritëm, Vapa e Korrikut është gati të shpalet si kënga më e dëgjuar e sezonit. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.